historikisht në këto procese, lëvizja vetëvendosje ka qenë e hapur që të ofroj alternativa të shumta në mënyrë që vendi pra po them mos shkojë në zgjedhje. Ta zëm kur u bllokuan për pozicionin e kryetarit të kuvendit, ju e mbani mend, pavarësisht që neve na takonte si subjekti i parë politik edhe ishte krejtësisht e sqaruar si çështje, nga partitë opozitare kishte zëra që ky pozicion është tejet i rëndësishëm, më i rëndësishmi dhe kishte argumente se pse nuk bën ky pozicion as se si të votohet nga ta. Tani dëgjova që ka komente që ky është pozicioni i parëndësishëm, ceremonial, pra kur po kërkohet konstruktivitet dhe gatishmëri për me bashkëpunu edhe me hec tutje me procese, po ka shumë argumente. Pastaj për një herë sikur po i humb relevanca pozicioneve. Unë besoj fuqishëm që pozicioni i kryetarit të kuvendit, sikurse të gjitha pozicionet tjera në institucionet e Republikës Kosovës janë jashtëzakonisht rëndësishme, edhe sigurisht që për secilin prej tyre ne si vetëvendosje gëzojmë respekt edhe mundu maksimalisht edhe me propozimet e cilat i kemi bërë që të japim më të mirën edhe brenda nesh si resurse njerëzore për këto pozicione si propozime. Tani ne në rrethana në të cilën jemi aktualisht, po përpiqemi ta bëjmë të qartë pozicionin ton, e ky pozicion është se të gjithë deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë përgjegjësi për çështjen e presidentit. Ne e kemi për obligim brenda këtyre afateve kushtetuese që të veprojmë në raport me konstituimin e kuvendit, sepse është obligim, dhe është tepër e rëndësishme që t'i vazhdojmë takimet në mënyrë që të shohim se a mund të gjejmë një zgjidhje dhe nga këto takime të prodhohen alternativa mbi mënyrën se si mund shkojë drejt zgjidhjes. Ndërsa skenari më i keq i mundshëm është që vendi të shkojë sërish në zgjedhje,